Gjykata e lartë ka miratuar dënimin me 20 vite burg për Noel Dishin, i cili në janar të vitit 2020 vrau me 3 plumba shokun e tij Vilson Tafçiun në zonën e Asirit në Tiranë. Shkalla e tretë e gjyqësorit kishte marrë në shqyrtim një rekurs të kryer nga Dishi, i cili njihet me emrin Noel Kolaveri dhe Miklovan Prifiti. Ky i fundit kundërshtonte vendimin e apelit pasi arriti dënimin nga 16 në 20 vite burg. I pandehuri Noel Dishi kishte pranuar gjykimin e shkurtuar kur dënimi prej 20 vitesh i zbret në 13 vjet e 4 muaj burg. Në seancën e mëparshme, Dishi ka treguar se pak orë para se të ndodhte vrasja, gjendej në prokurorinë e Durrësit, ku u mor në pyetje për një rrëmbim të ndodhur ndaj tij 2 vite e gjysmë më parë. Pas dëshmisë është telefonuar nga shoku i tij Vilson Tafçiu dhe e kanë lënë të takohen në Astir. Mes shokëve ka lindur një debat, ndërsa viktima e ka kërcënuar se do ta mbyllte në bagazhin e makinës dhe do t'ia bënte më keq se ata që e rrëmbyen. Në këtë moment, Dishi e ka qelluar me pistolet duke e lënë të vdekur në vend. Gjatë marrjes në pyetje në polici, pasi u dorëzua i riu pranoi krimin duke shprehur pendes. Sipas verifikimeve policore, viktima Vilson Tafçiu ishte arrestuar në Francë për trafik droge në mars të vitit 2018, ku kishte qëndruar në paraburgim për 8 muaj dhe më pas ishte deportuar drejt vendit tonë në nëntor të vitit 2018.